kanalin tim në një video të re të bukur. Më falni për gjendjen time, por shkoni pak pamje. Kjo është, nuk ka rëndësi se si dukem unë, shkoni pak pamje. Mirë se vini në kanalin tim, u futa brenda sepse është shumë nxehtë jashtë, shikoni pak. Por kam filmuar disa klipe, sot kemi udhëtuar, jemi shumë të lumtur, jemi shumë të lodhur, jemi të gjitha i kemi. Siç e keni kuptuar, ne kemi ardhur me pushime, jam shumë e lodhur, e djersitur, u futa brenda sepse jashtë bënte shumë nxehtë dhe thash no. Kështu që ne kemi ardhur në pushime, ndodhemi në Tunizi, në Hamamet, më saktë. Kemi fluturuar në mëngjes në orën 6, që do thotë kemi dalë nga shtëpia në orën 3. Nëse çdo gjë shkoi mirë, Ohema ka fjetur, është ushqyer, do të thënë çdo gjë okay, shukër Zotit. Kishim dhe autobusin që na priste tek aeroporti, se kishim paguar dhe transferën, dhe jemi këtu të dhoma. Kemi ardhur ka pak, në fakt ishim të konsumuar drekën sepse kemi marrë all inclusive, që do thotë që do ham gjithë kohës, që kilet nuk do i llogarisim, që kur të kthehemi do i futemi sportit, por këtu kemi ardhur ta shijojmë sepse kemi me vërtet nevojë. Geri përmundot të vendos Ohemën në gjumë sepse i ka ardhur orari, por unë shpejt, siç bëjmë në çdo video, në çdo pushim, dua t'ju tregoj dhomën se është me vërtet shumë e bukur. Në fakt, kjo historia e dhomës është pak si kështu, sepse ne donim dhomat poshtë, sepse dhomat poshtë kanë pishinë private dhe kemi pagu ekstra për këtë gjë, por me sa kuptoj kemi pagu ekstra për pamjen nga deti dhe jo për pishinën. Por gjithsesi të shohim, na thanë që nëse lirohet në dhomë poshtë mund na japin, por që besoj nuk kam shumë shpresë. Por gjithsesi do t'ju tregoj dhomën se është shumë e mirë. Do na sillin gjithashtu edhe një krevat për bebat, kështu që akoma nuk kemi krevatin e bebit, por po presim, edhe do bëj një room tour t'ju tregoj pak pamjen sepse pamja nuk ka të pagume. Le të fillojmë me room tourin. Këtu është dhoma, do të thënë këtu është dera dhe direkt në të majt është tualeti, salla dushit dhe gjithçka tjetër. Këtu jam unë sikur kam ardhur e lodhur e raskapitur, por që do bëj një dush dhe do pushoj. Është dushi, është goxha i madh, nuk e di se ku do ta laj Ohemën, por mendoj të ta laj këtu. Pastaj këtu është sirtare, janë pucat tona, ka organe, këtu është vendi për të vendosur të gjitha valigjet. Është një pasqyrë për të bërë një outfit check, dhe kjo outfiti im që është mos pyet, nejse. Pastaj është kjo pjesa këtu për të bërë make-upin, është shumë e thjeshtë. Na sollën këto për të pirë, dhe këtu disa makaroni. Këtu është një divan dhe televizori. Këtu është krevati, shumë i pastër duket deri tani, i madh, goxha i madh. Besoj se këtu do vendosin krevatin e bebit. Edhe këtu është qershia mbi tort, balkoni jon me këtë pamjen fantastike. Kemi 2 kariket, një tavolinë, dhe këtu mund t'ulemi, të pim gjithçka, pim diçka, të relaksohemi, dhe pamja është kjo. Plazhi atje është plazhi i hotelit, që do shkojmë më vonë. Voilà, ka dhe plot pishina, për këto pishinat për ju flisja në fakt. Shikoni pak si kanë njerëzit këtu, që dalin direkt nga dhoma, të desha unë, por nuk e kam. Shikoni pak sa bukur është deti. Hoteli është goxha i madh. Normal që nuk e kemi pa akoma fare, sepse vetëm kemi ardhur, na kanë liru dhomën, pritëm pak për dhomën. Edhe erdhëm, pushuam, lava duart edhe dolëm për të ngrënë, kështu që kur dalim do ta shikojmë, por ka disa pishina dhe është një që është fantastike, që është pishina, pastaj vjen deti dhe ka një, pishina ka një pamje nga deti dhe është shumë e bukur. Nuk e kam parë në live akoma, por me çfarë kam parë nga fotot. Kështu, jam shumë e lumtur, por jam me vërtet shumë e lodhur sepse dje kam marrë në orën 12 dhe nuk kam fletur 2 orë gjysmë, kështu që më falni. Por që do e hap prap kamerën pas disa ditësh kur t'jem pushuar dhe kur të ndjehem mirë dhe do ju tregoj sa më shumë. Dhe mirë se erdhët në këtë vlog, por që këtu do kalojmë vetëm një sekond. Kështu që mirë se erdhët në këtë vlog, shpresoj shumë t'ju pëlqej kjo video e pushimeve tona të para me bëbushën tonë të rënushe Ohema.
si se pak të akam, because I can't always take it up. Përshëndetje. Përshëndetje nga një ditë tjetër, më saktë nga disa ditë më vonë, sepse sot është ditë e mërkurë dhe kanë kaluar disa ditë që ku kemi ardhur, jemi çplodhur, jemi relaksuar, kemi kaluar mirë. Ndërkohë dëgjoni Ohemën që është aty me babin e vet. Deri tani gjithçka na ka shkuar super. Mashallah, Ohema purrin, jemi organizuar në mënyrë që ta shijojmë, sepse pushimet me fëmijë janë të ndryshme, janë të veçanta nga pushimet që jemi mësuar të bëjmë përpara. Normal që prioriteti është fëmia, baby dhe organizimi bëhet në bazë të orareve të babit dhe çdo gjë që kërkon baby. Normalisht pushimet nuk janë si më përpara, pra lirinë dhe gjithçka tjetër që kemi pasur më përpara nuk e kemi më dhe kjo është fakt, do të thënë, por që është shumë e bukur dhe shumë e veçantë sepse çdo gjë e përjeton për një herë të parë. Edhe është shumë speciale, të them drejtën. Për shembull, fakti që është hera parë që jemi këtu, fakti që Ohema ka provuar detin për herë të parë, domethënë ka futur këmbët në det për herë të parë, çdo gjë për herë të parë është shumë e bukur dhe shumë speciale. Dhe jemi kënaqur t'ju them drejtën, përveç se kemi qëndruar në hotel nuk kemi bërë asgjë tjetër, dhe nuk mendojmë se do bëjmë diçka tjetër sepse është goxha nxehtë edhe është goxha e vështirë me Ohemën, nuk dua që ta mundojmë, madje edhe këtu kur ka qenë orari i drekës nuk kemi dalë fare, domethënë Geri ka qëndruar në dhomë, Ohema flen dhe unë e lë të ngopur dhe unë kam dalë vetëm 2-3 orë, kam marrë rreze. Kështu e kemi bërë, në mëngjes e marrë në Ohemën, hecim të deti, në mëngjes herët se ajo zgjohet herët, dhe këtë kam shpjeguar edhe në Instagram dhe ju ftoj të më ndiqni sepse aty normal që i shpërndan gjërat më herët, kështu që po, ndërsa pas dite nga ora 3:30-4 kemi marrë Ohemën në gjumë në Kozi, vetëm në Kozi, tek deti. Dhe kështu ka fjetur, sepse është freskët të deti, ka erë, është dallgët dhe sikur që e qetëson edhe flen gjatë. Ndërsa pisa darkës ka qenë pak më e vështirë, sepse ne duhet shkojmë, ne jemi me një hotel all inclusive dhe duhet shkojmë të ham dark nga ora 8, kështu që Ohema flen në orën 8, 7:30. Ka pas raste që e kemi marrë, domethënë 1-2 ditë nuk ka zgju fare, kemi marrë nga gjumi në Kozi dhe kemi shku, kemi konsumu dark, kemi kthyer dhe ka qenë prapë në gjumë. Ndërsa dje dhe një ditë më tjetër është zgju, por që është zgju kemi marrë në dhomë, ka pi dhe direkt ka fjetur. Kështu deri tani. Unë nuk kam marrë shumë ngjyrë, normal që nuk është si më përpara kur rria gjithkohës në diell. Tani është shumë më ndryshe, por që kemi kaluar super mirë. Ju mora në mëngjes me veti, ju tregova pak pjesën e restorantit, bufes, dhe kështu është 3 herë në ditë, në fakt, në mëngjes, në drekë dhe në darkë, kemi ushqimin, është bife. Gjithë paraditës kemi qëndru brenda. Tani Ohemën do ta vendosim në gjumë, do ham drekën edhe do shkojmë tek deti. Edhe normal që do ju marr me vete dhe t'ju tregoj më shumë gjëra rreth hotelit, si po ja kaloj me bebin, dhe si shkon puna me bebin. Voilà. Good, Mama?
something that will make my day. 'Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Harrova të marr syzet, edhe po shkoj të marr nga një akullore për mu dhe Gerin. Gjithashtu, sot është dita festa tuniziane, çdo ditë ka një program këtu, dhe sot është dita e Tunizisë, edhe kanë bërë disa gjëra shumë cute, pak më tutje, një ekspozit edhe shesi gjithashtu, gjëra që janë pak tradicionale, kështu që doja t'rregoj edhe juve. Kam marrë goxha ngjyrë sot, t'ju them drejtën, edhe sot kemi dalë gjatë ditës te plazhi sepse ishte më freskët se ditët e tjera. Është domethënë 27 gradë maksimum, por të deti është goxha fryner edhe është super mirë. Nuk është si vapa e Shqipërisë, ju them drejtën, është më ndryshe. Është diçka që e duron trupi. Por më djeg pak shpina edhe pse jam mbrojtur dhe jam lyer me krem gjatë gjithë kohës, por kështu është kur je bardhoshe. Për ju që keni parë vlogun e kaluar, të vesh fustanin e verdhë që ja kam treguar. Besoj se shkon me temën e ditës së sotme, dhe mundon bëj ndonjë foto edhe ndonjë gjë cute. Kështu, po marr akulloret, dhe t'ju tregoj pak çfarë kanë vendosur si zbukurime dhe të dyqani vogël që kanë bërë. Mos bësh make-up në balkon, nuk quhet. Kam bërë dush, Ohema po flen. Jemi gati, Geri është gati, do me thënë, unë jam gati, por që thjesht dua të lyhem, edhe thash po lyhem këtu. Shikoni pak këto flokët këtu, mundova të mos duket shumë. Do aksesorizoja, do vendos vath, do vendos farse, po bëj make-upin shpejt e shpejt tani, sepse dua bëj edhe ndonjë foto të bukur. Kam përdorur këtë çdo ditë. Jam lyer me këtë, çdo ditë. Kam bërë edhe make-up çdo ditë, unë zakonisht përtoj ndonjëherë, por këtë ditë kam thënë, ok, Dora, lyu. Bëu pak bukuroshe, kështu e vendos kudo. Edhe bim bam bum, për 5 minuta jam gati. Madje s'kam vendos as concealer këtë ditë sepse kam marrë pak ngjyrë. Do bëj kështu me kamerë. Edhe në vërtet jemi kënaq shumë të pushime. Unë kam postu një video sot në YouTube, edhe më keni dhënë plot këshilla për flokët, dhe do i lexoj, domethënë i kam lexuar, por do i shënoj dhe do bëj kërkimet e mia për ku shkoj në shtëpi, ku të kthehemi domethënë, dhe dikush më kishte shkruajt, po ku bëhen çan të pushime, nuk e di diçka të tillë për me bebe 3 muajsh. Dhe ne po kënaqemi, nuk e di unë që bebe ke ti, ose që ke bebe ke pas ti, se varet edhe nga fëmija, që ose e ke bebin pak më të vështirë, okej, ti e njeh bebin tënd, edhe normal nuk bën pushime, kupton? Do të thënë, adaptohesh me bebin. Ohema është një bebe, okej, është një bebe e qetë, nuk është e vështirë, kështu që mjafton të kese për të pirë, të ndrosh, të fleje sipas orareve, dhe tani, i them drejtën, goxha mirë i ka respektuar oraret. Ka bërë 3-4 gjume në ditë, 4 çdo ditë. Po tani fillon e rritet edhe normal edhe gjumet të rallohen dhe jemi kënaq, jemi deri tani mashallah, faleminderit Zotit, nuk ankohem, jemi me vërtet kënaq që të dy. Kështu që nëse i ndjeni fëmijët tuaj, mos keni frikë, shkoni me pushime, normal që s'do jesi si më përpara, është çështje organizimi, që keni partner me cilin bashkëpunoni. Ne kemi bërë kështu, unë kam dalë në plazh, Geri ka flet në drek këtu me Ohemën, ose në pishin, ka pas raste që unë kam majt Ohemën, Geri ka shku ka lujt volejboll, ose ka lujt... Se Geri nuk është se ka shumë qef tri në diell, nuk është se i ka qef shumë nxehtin, por që ka qef dhe gjërat e tjera. Kështu që është e rëndësishme që ta keni bashkëpunim
me partnerin, sepse vetëm është e vështirë. Vetëm nuk është shumë e thjeshtë. Në fakt, gjithë partnerët duhet jenë kështu, kuptues, tolerues. Madje Geri, ti them drejtën, më shumë e ka marrë Geri o Hejmën këtu, saqë shumica e këtu e njerëzve kanë thënë mama nuk bën asgjë gjë, tha. Gjithkohon baby me babin, ose më shohin mu vetëm që janë tek pishina, më thënë kush baby? Them unë është me babin te dhoma. Thot mama enjoying holidays, sikur mami po shijon pushimet edhe po bën qef dhe baby me babin. Edhe i tha Gerit një janë, i tha ti tha vetëm babyn, tha e man. Por që sinqerisht më ka lënë Geri që ta shijoj goxha edhe jam kënaqur shumë. Po bëj pak shpejt e shpejt, sepse po e mbaroj shpejt e shpejt këtë make-upin, se do bëj edhe një video, edhe një foto jashtë, se s'ka ra nata.